Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë kur thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim." Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozit, familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, njerëzit kur flasin për Kur'anin japin për parafterime dhe opinione të ndryshme. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala ja tërhek vrejtjen kësaj kategori të njerëzve. Qoftë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kategoria e të përfolurit ndaj Kur'anit. Ku thot: "Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil." Sikur qoftë edhe ti Muhammed ti thuash disa gjëra të pavërteta rreth Kur'anit, le akhadnahu bil yamin, do të kishim marrim me të djathtën dhe kështu me radhë. Dëgjojmë duke thënë se dikush thot se Kur'ani është libër i paqes, dikush thot Kur'ani është libër i dhunës dhe i luftës, dikush thot Kur'ani është libër i shkencës, tjetër thot dikush thot Kur'ani është libër pra i moralit dhe kështu me radhë. Pra të gjithë i japin ato opinione dhe përfterimet të ndryshme rreth Kur'anit. Mirë po Allah subhanahu wa taala kur e përshkruan Kur'anin çka thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani, hudan lin-nas. Pra qëllim dhe objektiv kryesor i Kur'anit është udhëzim për njerëzimin. Hudan lin-nas wa bayinat, dhe ta bajë të qartë të vërtetën nga e kota. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Ne me të vërtetë dërguam pejgamber, në të zbritëm edhe shenja të qarta, zbritëm edhe librat e shenjta, pra wal mizan dhe peshoren liyaquma an-nasu bil qist, që njerëzit pra të gjykojnë drejt. Pra çdo gjë çka i nevojitet shoqërisë njerëzore që të vendoset drejtësia në mesin e tyre, Kur'ani pra ka zbritur për të. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon në atë që është më e mira. Pra nuk tha në të mirë, por tha në më të mirën. Pra të nderuar vëllezër, Kur'ani edhe pse në të ka shkencë dhe në të ka gjithë pra njohuritë dhe diturit e nevojshme të njeriut, nuk ka qëllim kryesor, e ka udhëzimin, pra e ka të bërit qartë njeriut rrugën e drejtë. Është fakt se në jetën tonë të përditshme të nderuar vëllezër, njerëz besojnë në shenjtërinë e Kur'anit. Mirë po të pakt janë ato që besojnë në efektshmërinë e Kur'anit, pra. Se sa ai është pra ka efekt në jetën e tij të përditshme. Mu për këtë ka thënë dietar, muslimanët thonë nuk besojnë, pra disa prej tyre nuk besojnë në shenjtërinë e Kur'anit si udhëzim jetësor, por besojnë në shenjtërinë e Kur'anit si libër vetvete. Dhe këtu të nderuar vëllezër është problemi. Mu për këtë kemi pra shohim se nëse Kur'ani pra digjet, njerëz të revoltohen. Dhe kjo është diçka që kërkohet sepse është libër e shenjtë dhe kështu me radhë. Shef njerëz të revoltohen, shprehin pak kënaqësi dhe kështu me radhë. Mirë po nëse e shef se fare Kur'ani nuk është pjesë e jetës së tij, nuk është pjesë e plan programit të jetës së tij, nuk është pjesë pra fare e udhëheqjes së tij dhe kështu me radhë, fare pra nuk nin keqardhje. Pra e beson Kur'anin si të shenjtë vetvete, mirë po në fakt në
jetën e tij të përditshme, nuk I beson shenjtërisë së tij. Se po ti kishte besu Kur'anit si të shenjë, edhe pse ka rol në përmirësimin e vetvetes, njerëzimit dhe zbatimin e drejtësisë dhe kështu me radhë, e kishin gjetë të nderuar vëllezër se e kishin gjetë duke e praktikuar Kur'anin. Pra, problemi që sot muslimanët, besimtarët të nderuar vëllezër, është se e kanë lanë Kur'anin pra mazdore, si thotë në gjuhën popullore, pra e kanë praktikuar Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merret në 23 vite. Shumë ka vujt, është persekutuar dhe është maltretuar. Gjithë pak a shumë kanë dëgjuar për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po në asnjë gjë nuk është anku tek Allahu subhanahu wa taala. Vetëm për një gjë të vetme është anku për tek Allahu subhanahu wa taala. Wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe pejgamberi tha, o Zot, populli im këtë Kur'an e ka praktisë, e ka lanë mazdore. Nuk punon me të. Nuk është pra ai udhëzuesi dhe udhërëfyesi për të cilën Allahu subhanahu wa taala e zbriti. Pra, të vetën ankesë të nderuar vëllezër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani është që populli I tij e lavi dhe e praktisi Kur'anin. Nuk u anku për persekutime që I pat në këtë rrugë për përcjelljen e mesazhit, nuk u anku dhe nuk u anku 23 vite duke ditë se çfarë maltretimi çka pas, të vetëm gjatë të nderuar vëllezër është dhe u anku për atë që e la Kur'anin dhe e praktisi. Kur thotë Allah subhanahu wa taala inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë, ky Kur'an udhëzon në atë që është më e mira. Nuk ka dyshim se nëse e marrim Kur'anin ajet për ajet, në të do të gjejmë margaritar dhe do të gjejmë gjëra që I duhet jetës së njeriu, pra jetës së përditshme. Koha nuk na premton shumë të marrim shembuj të tregojmë se si Kur'ani pra udhëzon në atë që është më e mira. Mirë, po do ta marr një shembull apo dy shembuj veç të tregoj se si Kur'ani pra udhëzon në atë që është më mirë. Dhe pse si Kur'ani pra duhet rëndësi që ka Kur'ani në jetën e besimtarit. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi një nga shokët e vet që ta mlidhte zakatin. Mirë, po personi që e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek një fis që ta mlidhte zakatin, në kohën e ignorancës kishte zënka probleme mes këtij person dhe atij fisit. Dhe kur shkon ky për me kërku zakatin, atyre I vjen lajmi se ky po vjen dikush me kërku zakatin. Mirë, po ta kishin pranuar Islamin dhe ato gjëra që kishin nërë në ignorancë të mëhershme pra I kishin fshi. Dhe I kishin halallos me zveti. Me rëndësi sepse Islami I fshin ato që kanë qenë ma herë. Ky niset e kaj fis, kur ndëgjon ky fis se filani është duke ardhur, I del para këtij personit. Mirë, po I del para këtij personit nga gëzimi se është duke I ardhur një I dërguari të Allahut subhanahu wa taala, pra I dërguari I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një I dërguar I të dërguarit. Kur I shoh se ai ka dalë para, çka bën? Duke mendu se këto kanë dalë që t'i hakmerën. Dhe kthehet prapa tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot filan fisi në të cilin ti më dërgove që ta marrë zakatin nga ato, talësin nga shumë radhë, ato e kishin lanë Islamin. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë bëri? Thjesht mori hapa që të hakmerën? Jo. E dërgoi Khalid ibn Walidin dhe I tha shko tek filan fisi dhe shih me të vërtet a kanë lanë Islamin, qëndron mes tyre apo thjesht është një lajm apo dezinformim. Shkon Khalid ibn Walidi tek ky fis dhe I sheh në të thirrët e zani, në mesin e tyre thirrët e zani, falet namazet dhe kështu me radhë, dhe kthehet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i tregoj se lajmi të cilin të ka arritur ty se ata kanë lanë Islamin nuk është I vërtetë. Mirë, po para se të mbres Khalid ibn Walidi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përse kishte zbrit një ajet ku thotë ja ayyuhalladhina amanu, o
juve të cilët keni besuar. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse një lajmëtar, këtu është fasik, nuk e ka për qëllim këtu fasik në atë aspektin mëkatar, njeri i degeneruar apo i shtrur. Mirë po nëse një lajmëtar që ka mujt me kuptu çështjen e dytë, ka pas hapësinë me kuptu ato kur i kanë dalë para, me kuptu se dojnë hakmarrje, mirë po ka mujt me kuptu se dojnë kanë dalë që ta mirëpresin. Nëse ju vjen një lajmëtar në këtë mënyrë që ka mundësi më shumë se sa një kuptim të kështu më radhë, apo pa më parasysh ju vjen dikush me një lajm, fatabayyanu, thotë verifikoni dhe saktësoni sa është ai lajm i saktë. An tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Që pastaj të merrni ndonjë vendim, të nxitoni për ndonjë vendim, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, pastaj të pendoheni për atë vendim që e keni marrë. Pra të nderuar vëllezër, thjesht një shembull e mora. Pra Kurani me këtë ajet na tregon që njeriu asesi nuk duhet më nxitu për me marrë vendime pa u siguru dhe pa verifiku një lajm që i vjen. Rregull pra që thotë Kurani në më të mirën. Pra, shpesh në shembull praktik që sot jemi shumë të nevojshëm në jetën tonë, që pa marrë parasysh çfarë lajmit na vjen, duhet të verifikohemi dhe të shikojmë se vërtet ai lajm të cilin është thënë a është apo nuk është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerët. Më i miri. Dikush mundet me pyet, më i mirë është ai njeri që e mëson Kur'anin, që mëson ndonjë tregim para 2000, 3000 apo 4000 viteve. Është më i mirë se një njeri që mëson një shkencë, qoftë ajo mjekësi apo diçka që kemi nevojë ndoshta për çdo moment, më i mirë që ka mësuar Kur'anin, tregime, se sa më mësuar mjekësinë dhe shmërat. Të nderuar vëllezër, të dy janë të kërkuara. Mirë po themi se Kur'ani para se të jep informacione dhe dije, të jep pra ndërgjegje dhe vetëdijsim. Para se ta jep dije, ta jep vetëdijsimin. Që do të thotë, ka mundësi dhe të gjithë jemi të bindur se ai njeri që e ka zbulu armën bërthamore, ky njeri ka pas dije. Mirë po, vallë, kjo dije është përdor në dëm të njerëzimit. Pra nuk mjafton vetëm dija nëse këtë dije nuk e ke të ndërtuar mbi objektiva konform të cilat ka ardhur Kurani. Kurani e ndalon padrejtësinë. Momentin që e ke të dije, mirë po ti nuk e ke ndërgjegjen dhe vetëdijsimin se nuk bën me pa padrejtë. Këtë dije të nderuar vëllezër e shfrytëzon dhe në të pra në padrejtësi dhe kështu me radhë. Pra, njeriu sot jeton në një kohë që më shumë kemi nevojë për ndërgjegje dhe vetëdijsim se sa vetëdije, se të gjithë jemi dëshmitar se ku ka arrit pra shkenca, inteligjenca artificiale dhe kështu me radhë, dije si informacion sot nuk ka vështirë të arrisim. Mirë po shtrohet pyetja, këtë dije dhe këtë informacion dhe kështu me radhë në çka jemi duke e shfrytzuar? A jemi duke e shfrytzuar në të mirë të vetes, të rrethit, shoqërisë, komunitetit dhe kështu me radhë, apo këtë dije të nderuar vëllezër jemi duke e shfrytzuar në dëm të këtyre kategorive që i përmenda. Pra, nevoja të nderuar vëllezër e Kur'anit në jetën e njeriut është pra e pazamendshme. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Po të kishte zbrit kjo Kur'an mbi male, la ra'aytahu khashi'an. I kishe pa male të përulur min khashyatillah, nga frika e Allahut. Shtrohet pyetja, çdo kush t'ia bën pyetje vetvetes së vet. Sa është ajo përqindja të cilën Kur'ani pra ka gjetë vend në jetën tonë të përditshme? Është interesant, do ta marr një shembull që ndoshta ta kupton më mirë për rëndësinë që ka Kur'ani. Është një person që aplikon për një punë të caktuar, tek një kompani, tek një sektor i caktuar dhe kështu me radhë. Një kompani e refuzon,
dhe thotë nuk kam nevojë për ty, pranoj ty dhe kështu me radhë. Është një kompani tjetër apo një sektor thotë që po, ti jeni shumë i talentuar dhe ti ke shumë aftësi dhe kështu me radhë, e marr këtë person në punë, ja hap një zyre në qosh aty dhe e lën aty. Kur hyn dhe kur del në zyre jep selam, me përshëndetje dhe kështu me radhë. Dhe vendimet e gjithë jetën e organizon larg atij person të cilin e ka marrë, pra gjithë kompaninë dhe gjithë jetën e udhëheq larg atij person që e ka marrë në punë. Dhe ky person kërkon që thotë që dëshiroj dhe kjo një kuadrohen në mes, në kompani, t'ja padu mendimin tënë, në vendimet dhe kështu me radhë. Ja, ti rritë në raft, ty na herë të qenë për bereqet, kur vjen Ramazani, lexon pak ma shumë kështu me radhë, për ndryshe në jetën tonë përditshme, e organizom jetën tonë si pas mendimeve, epsheve, dëshirave dhe kështu me radhë. Valë, a kishte pas pra, si me thonë, rol, a i punëtor në atë kompani, në cila nuk konsultohet për fare as për gjërat më të vogla, kështu është të nderuar vëllezër edhe Kur'ani në jetën tonë. Nëse Kur'ani në jetën tonë është thjesht një libër në një raft, herë pas here, s'ka dyshim si thash, është i shenjtë, dhe nëse e djeg dikush me kujtohena, mirë po thjesht nuk gjen fare praktik në jetën tonë. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se ai i cili kapet për këtë Kur'an do t'jetë i lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ai i cili të largohet nga ky Kur'an do t'jetë i zhgënjur në këtë jetë dhe në botën tjetër. Gjithë ne mundohemi, lodhemi, orvatemi, punojmë. Për një arsye të caktuar, për një arsye mund të them të vetme, ajo është kënaqësia. Njeriu punon lodhet për ta arritur deri një lloj rahatie dhe kështu me radhë. Mirë po, momentin që ne largohemi nga Kur'ani, ka mundësi të arrijmë në një kënaqësi të përkohshme, mirë po asesi një lumturi të përhershme. Nëse kapemi për Kur'an, do të arrijmë lumturinë e përhershme në të cilin e të gjendet edhe kënaqësia e përkohshme. Mirë po, në kënaqësi të përkohshme nuk gjendet lumturia e përhershme. Pra të nderuar vëllezër, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, kush largohet nga ky Kur'an, nga udhëzimi më kështu, do të ketë një jetë me brenga. Edhe pse në pamjen e jashtme ai mund të duket si i kënaqur kështu me radhë, mirë po nuk ka mundësi që Allahu të na tregojë diçka dhe të jetë e kundërta. Pra të nderuar vëllezër, mesazhi që do ta përcjell pra nga ky minber sot është çdo kush të ndalet me vetveten e vet dhe të reflektojë se sa është Kur'ani, ky libër i shenjtë që zbriti nga 7 katçej, sa është prezent në jetën e çdo njeri nga ne. Aq sa është Kur'ani prezent në jetën e çdo njeri nga ne, aq do të kemi edhe vend depozit tek Allahu subhanahu wa taala, se si thash, Allahu subhanahu wa taala këtë libër e zbriti që të praktikohet në jetën tonë të përditshme dhe nuk zbriti thjesht që të jetë një libër si të gjithë libra në raft. Pra aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina